Të nderuar vëllezër dhe motra, po paraqesim para juve një shembull dhe një ngjarje interesante në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në kohën e Resulullahit alayhis salatu wassalam jetonte një shok i tij i cili quhej Zahir radiallahu anhu. Zahiri tregohet që për nga fizionomia dhe fytyra e tij ishte i mrulur. Ishte njeri që zakonisht nuk buzëqeshte shumë. Dhe për këtë arsye edhe njerëzit u largonin prej tij, nuk dëshironin të kishin kontakt dhe muhabet dhe llafe me të. Dhe një ditë prej ditësh tregohet që në tregun e Medinës Zahiri kishte dalur që të shiste diçka në treg. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa Zahirin shkoi ngadalë nga mbrapa, e kapi për beli dhe e shtrëngoi fort. Atëherë Zahiri filloi me gjuhën e tij që kishte duke i thënë: "Kush je ti? Më lësho." Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e liroi Zahirin paksa dhe ai kur e kthei kokën dhe pa që ishte pejgamberi sallallahu filloi të buzëqeshte. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam në formë shakaje gjithë njerëzit në treg po shikonin, po e kap dorën e Zahirit, po ngrit lart dhe po thot: "Kush e blen këtë rob prej meje?" Atëherë Zahiri u ofrua afër pejgamberit alayhis salam dhe i thot: "O i dërguari i Allahut, vërtet ato nuk kanë vlerë tek njerëzit, prandaj mua s'më blen askush." Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam po dëshiron t'ia ndroj bot kuptimin dhe mendimin Zahirit dhe gjithë neve, që në këtë botë njerëzit nuk vlerësohen me atë se si duken, dhe po e thot: "O Zahir, vërtet ti ndoshta nuk ke vlerë tek njerëzit, por tek Allahu ke vlera të mëdha." Andaj, vëlla dhe moter, nëse vërtet dëshiron të dish vlerat tua, pyet veten çdo natë, a është duke të përdorur Zoti sikur Zahirin radiallahu anhu, dhe aty e gjen përgjigjen. Zoti ju shpërblet gjithë. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.